ka ardhur një njeri edhe ka tregu historia edhe ka lexu Kur'an. Ngo këtë histori. Ka lexu Kur'an edhe ju ka lyp njerëzve pare që po ju lexoj Kur'an. E ka thënë Imran ibn Husain, ka thënë la hawla wala quwwata illa billah. Thot e kom një Rasulin alayhi salam, këshoki Rasulit. E kom një Rasulin alayhi salam të thënë kur lexoni Kur'an, lypni prej Allahut. Lypni, lexon Kur'an edhe lut Allahun azza jall për problemet e tua, smujat e tua, telashet e tua, lexon Kur'an edhe lut Allahun azza jall. Ka thënë Muhamedi alayhi salam kur lexoni Kur'an, lutni Allahun se ka me ardhë një kohë kur njerëzit kanë me lexu Kur'an e kanë me lyp prej njerëzve pasuri, pare. Vjen të lexon Kur'an për pare. Ka me ardhë një kohë që njerëzit kanë me lexu Kur'an për pare. Të qysh apo doket se ngjafshme, nuk pa akuzojnë akurkan, veç po doket që pe një farë kohë që është ta. Allahu azza jall na ruaj. Njani për imamëve tonë është vetë, ka thënë njani po don me na fal taravit, po ka thënë çikash nëse më japni o fali, nëse s'më japni si o fali. Ka thënë po kush falet mas tina? Kush falet mas tina? Do më thënë nuk bëhen pazarllake me librin e Allahut o musliman. Në qofë se një mësuesi Kur'anit vjen i mëson fëmijët, ose imam i xhamis i mëson fëmijët në xhami, i jepet atina, po jepet për shkak të kohës tina. Unalet ty 3 saat, 4 saat me fëmijë, i ka mësu, jo që paguhet leximi i Kur'anit tina, paguhet koha e tina në atë kuptimin, i nimohet, po dhe ata edhe ajo nuk bëhet pazar, jepet prej rahmetit muslimanëve ndaj tina, domethënë për minimu dhe atina, ama jo që bëhet pazar, që në qofë s'mi jap në shikash nuk ve. Jo kështu nuk funksionojnë muslimanët. Lusim Allahun azza jall na bëj për atyre që kur nuk lexojmë për libret Allahut azza jall përpara.